Udhëtimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump drejt Davosit nisi me një vonesë prej më shumë se 2 orësh për shkak të një defekti të vogël elektrik të konstatuar në avionin presidencial Air Force One pak para nisjes. Për arsye sigurie, Trump u detyrua të udhëtonte me një avion të flotës zyrtare për të shmangur çdo rrezik gjatë fluturimit. Në forumin ekonomik botëror, presidenti amerikan shoqërohet nga delegacioni më i madh amerikan në histori i përbërë nga rreth 80 persona. Në këtë delegacion përfshihet sekretari i kyç të administratës, si ai i shtetit, i thesarit i tregtisë dhe këshilltari dhe dhëndri i tij, Jared Kushner, së bashku me sekretaren e shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt. Përmasat e delegacionit pasqyrojnë rëndësinë që Washingtoni ka dhënë këtij samiti. Në Davos pritet të ketë diskutime intensive për Grenlandën, një çështje që ka ngritur tensione të forta mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian para nisjes. Trump deklaroi në Shtëpinë e Bardhë se mbetet i vendosur për të bërë ishullin arktik pjesë të Shteteve të Bashkuara, duke shmangur detaje konkrete mbi hapat që mund të ndërmerren, por duke lënë të kuptojë se është i gatshëm të shkojë deri në fund për realizimin e këtij qëllimi. Ndërkohë, kriza e Grenlandës ka dominuar dhe diskutimet në Parlamentin Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e cilë ishullin strategjik për Europën si për pozicionin gjeopolitik, ashtu edhe për pasuritë minerare që përmban nën toka e tij. Ajo theksoi se Bashkimi Evropian preferon dialogun, por është i përgatitur të reagojë në mënyrë të bashkuar dhe të vendosur nëse situata e kërkon. Liderët e BE-s pritet të trajtojnë çështjen e Grenlandës në një mbledhje urgjente të Këshillit Evropian në Bruksel, ndërsa Franca ka kërkuar zhvillimin e stërvitjes ushtarake të NATO-s në ishull për të forcuar kapacitet të mbrojtjes përballë rritjes së tensioneve në Shtetet e Bashkuara.